Kushtet e vështira klimatike të shoqëruar me reshje shiu dhe dëbore kanë krijuar probleme serioze në qarkullimin e mjeteve në rrugën e Kombit, duke sjellë vështirësi në lëvizje dhe rritje numrit të aksidenteve. Rreth orës 10 kësaj të premte në rrugën e Kombit pranë mbigalimit të Rreshenit është regjistruar një aksident rrugor ku janë përfshirë disa automjete. Sipas informacione paraprak aksidenti dyshohet të shkaktuar nga kushte përkeqësuar të motit dhe mungesa e masave të nevojshme nga drejtuesit e mjeteve, të cilët nuk kanë qenë të pajisur me goma dimërore. Sipas së përplasjes, kanë vetë dëmtuar drejtues e njëjtë për automjeteve, shtetësia FTS dhe pasagjeria shtetësia NT. Të lënduarat janë transportuar në spital ku po marrin ndihmën mjekësore dhe paraprakisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor ndodhen në ngjarje dhe vijon punë për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqjet e aksidentit, ndërkohë drejtuesit e njësisë autostradave u bën thirrje drejtuesit të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, të pajisur me goma dimërore gjatë lëvizjes në këto kushte atmosferike.